Sulmohet në mes të ditës. Çfarë ndodhi me Alaudin Hamitin? Një ngjarje e papritur ka tronditur botën e showbizit shqiptar. Moderatori i njohur Alaudin Hamiti është sulmuar me një goditje nga një person ende i panjohur, teksa po ecte në rrugë në mes të ditës. Sipas informacioneve të para, incidenti ka ndodhur papritur, duke lënë të habitur kalimtarët dhe ndjekësit e moderatorit të dashur për publikun. Fatmirësisht, Alaudini është në gjendje të mirë shëndetësore dhe jashtë rrezikut për jetën. Gjendja e tij aktuale. Burime pranë tij bëjnë të ditur se ai është mirë dhe nuk ka pësuar lëndime serioze. Megjithatë, ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh tek fansat, të cilët kanë vërshuar me mesazhe mbështetjeje në rrjetet sociale. Misteri vazhdon. Deri më tani nuk është zbuluar identiteti i personit që e sulmoi moderatorin. Autoritetet kanë nisur hetimet dhe kërkimet për zbardhjen e plotë të rastit janë duke vazhduar. Ngjarja ka ngritur shumë pikpyetje. Ishte një incident i rastësishëm apo diçka më shumë? Publiku pret me padurim detaje të reja rreth këtij rasti që tronditi jo pak skenën publike. Për lajmet më të reja, na e bëni subscribe kanalin tonë dhe lini një koment, ju faleminderit.